Moderatorja e njohur shqiptare Grida Duma ka mahnitur publikun me një paraqitje të rrallë jashtë studios televizive, duke u shfaqur së bashku me motrën e saj, Gjeris Duma, gjatë një podcasti. Grida Duma, e njohur për elegancën dhe karizmën e saj, ishte e pranishme në eventin artistik kushtuar Tefta Tashkos, i titulluar Kënga ime ndaj atëherë. Ajo vlerësoi lart autorën e projektit Balina Budinaku për ndërthurjen mjeshtërore të historisë, muzikës dhe ndjenjës patriotike. Megjithatë, në këtë dalje publike vëmendjen e madhe e mori dhe motra e saj, Gjeris Duma. Gjeris, e cila tërhoqi syt me natyrshmërinë dhe bukurinë e saj të veçantë, dëshmoi se finesa dhe eleganca janë pjesë e pandare e familjes Duma. Grida e përmbylli mbrëmjen duke shprehur emocionin e saj të thellë. E ndoqa me shijen e pashtershme e të pasurit time motër, duke bërë një rekomandim të fortë për ta ndjekur këtë performancë. Kjo shfaqje dy motrave solli në skenë kulturën, ndjeshmërinë dhe elegancën e tyre. Na duhet të rikujtojmë se Grida Duma është një lidhje dashurie me deputetin Ervin Saliani, ku së fundmi ja kanë shprehur dashurinë njëri tjetrit, duke mos e mbajtur më të fshehur për publikun.